Në kuvendin e rregullt zgjedhor u zgjodh kryesia re dhe delegatet që do të përfaqësojnë këtë deg në kuvendin qendror të PD-s, që pritet të mbahet në qershor. Bari Bokshi edhe njëherë u rizgjodh kryetari degës, i cili në mënyrë kronologjike pasqyroi punën 4 vjeçare të degës së PD-s në Gjakov, duke përmendur aktivitete të shumta me karakter humanitar, por edhe aktivitete të tjera që kanë për qëllim përmirësimin e gjendjes socio-ekonomike të qytetarëve gjakovar. Sa i përket aktiviteteve të realizuar në kuadër të planit të punës, Partia e Drejtësisë Dega në Gjakov pas kuvendit të 3 zgjedhor ka vazhduar punën me mjaft përkushtim dhe duke realizuar një sër aktivitetesh të natyrave të ndryshme, si ato humanitare, tradicionale, sportive dhe ato që përfonin me zhvillimin aktual politik që kishin si qëllim sensibilizimin, ngritjen e vetdijes, promovimin e vlerave të mirëfillta, parandalimin e dukurive negative, respektimin e lirive të drejtave të njeriut. Në këtë kuvend zgjedhor i pranishëm ishte edhe kryetari i Partisë Drejtësisë dhe njëherë ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferit Agani, i cili përgëzoi kuvendarët për organizimin dhe angazhimin në rritjen dhe fuqizimin e kësaj partie në komunën e Gjakovës. Asnjëherë dhe në asnjë moment Partia e Drejtësisë nuk do të jetë ekskluzivisht parti kombëtare, ekskluzivisht parti fetare. Gjithmonë do të jetë parti e cila do të shkrijë në vete vlerat e identitetit qytetar, kombëtar, fetar, me synimet qarta, europiane, euro-atlantike. Sipas tij, kjo parti që nga themelimi ka pasur në fokus ruajtjen dhe kultivimin e vlerave autoktone të popullit shqiptar, por edhe është angazhuar për ndërtimin e një shteti demokratik ku respektohen të drejtat dhe liritë e çdo qytetari, pavarësisht etnisë apo bindjes fetare.